Ndoshta drejtësia po merr kohën e vet, mbase po merr kohën e vet, mbase do shohim edhe më shumë. Jo, ka një element që koha nuk fal askënd. Dhe nëse ja kalon pa kryer veprimet, pa i konsumuar ata, pa i përballë njerëzit, sa më shumë kohë kalon, aq më tepër do mi sjell hekimet e grumbullimit të provës dhe favorizohet personi dyshuar, akuzuar në hekim dhe i pandehur, i cili gjen mundësinë për të vënë dorë, për të penguar hekimin, për të penguar drejtsinë, si majoranca po bën në disa raste. Qartë. Atëherë kush mund bet në këtë përballje? Ai që pret apo ai që konsumon kohën e duhur me veprimet e duhura. Qartë, ndërkohë në aspektin politik, cekëm dhe në fillim, Partia Socialiste po përgatitet madje edhe për zgjedhjet vendore, ndërkohë që nga krau tjetër ka Partinë Demokratike dhe opozitën në tërësi, po ashtu që po proteston vazhdimisht. Si e shikoni të ardhmen politike të vendit? A besoni se mund të ndodhë ndonjë ndryshim, ndoshta në zgjedhjet vendore apo në zgjedhjet e ardhshme, duke besuar që jemi një shtet demokratik dhe që ndryshimi vjen nga vota, apo jo? Natyrisht, bie dakord me ju si kushdo që ndryshimi vjen nga vota. Pyetja që bëhet, a votohet? A lejohet qytetar shqiptar të jetë i lirë që vullnetin e tij ta delegojë dhe ta numërohet në atë mënyrë siç ai ka hedhur? Zyrtarisht në Shqipëri nuk ndodh, sepse zyrtarisht kemi raportet e albitit ndërkombëtar, se unë kam qenë vetë zgjedhje dhe di shumë mirë ç'do me grupet kriminale, me shtatet elektorale ku janë kriminalë, vrasur, trafikantë, deputet, bashkiak, ministra. Dhe problemi është kur raportuesit na thonë që krimi organizuar ndikoi në rezultat. Që partia dhe shteti ishin një. Po, për ta mbyllur, po. Partia, atëherë kur ta janë të gjithë bashkë, edhe krimi, edhe partia, edhe pushtet, vota është të marrë në një realitet demokratik, pra ku ne jemi autokrasi dhe për shkakun e diktaturës. Në realitet demokratik, nëse votat do ishin lirë, kjo majorancë do kishte humbur të paktën 65% e 35%. Për këtë jam i bindur. Por ndodhur kjo, nuk dua të lexoj liboratat e europianëve që thotë duhet bëhet më tepër, duhet bëhet më tepër. Por zotëri, ju duhet ta izoloni atë individ që kanë marrë peng në kom. Nëse lobingjet me para të korruptura, para abuzive, duke shritur pasurinë e shqiptarëve disa herë, ka shumë tendra që kanë marrë të huaj këtu për shkak të lobingjesh. Këtu do të jetë një element shtesë i prokurisë së posaçme për të hetuar, për të insiguar, për të parë se si pasurinë e shqiptarëve shkojnë xhepat e lobuesve të kryeministit dhe qeverisë. Kjo është një tjetër fakt që është kaput krimin nga vota. E qartë. Mirë, do shtoja ndoshta që përballë ketë dhe një opozitë solide, po pa diskutim që do na mbetet për të biseduar në një ditë tjetër. Një opozitë që edhe në përfaqësim, edhe në program ka qenë në 3 zgjedhje të fundit disa herë më cilësore, më e pasur se majoranca aktuale. Zoti Çollaku, faleminderit shumë për kohën tuaj, ju përshëndes. Ditë të mbar. Faleminderit ju. Mirë, të nderuar shikues, këtu përfundon dhe ky edicion informativ. Unë ju falenderoj të gjithëve që qëndruat